Në fshatin Selc të Tetovës, sot u mbajt manifestimi tradicional Pranvera e Dinjitetit, kushtuar luftës së vitit 2001. Me intonimin e himnit kombëtar, me një program të pasur kulturoro-artistik, me 1 minutë heshtje, u nderuan të rënët për liri dhe veteranët e luftës. Në ndërkohë këtë manifestim e përshëndeti dhe ish antari i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare kombëtare, Fatmir Tehari. Sot jemi këtu në Selcën e Tetovës, në kalan e pamposhtur të UÇK-s, sot dita e 14 marsit, dita e pranverës së madhe, dita e pranverës së dinjitetit, dita e ushtrisë çlirimtare kombëtare. Pra kjo ditë simbolizon sakrificën, guximin dhe përkushtimin e të gjithë atyre që dhanë jetën për liri. Manifestimi në fshatin Selc çdo herë përdoret për të dërguar dhe mesazhe politike. Kësaj radhe në vend se të mbante fjalim për dëshmorët, Rafis Aliti, i njohur si ish komandant mësuesi, drejtoi akuza se ka përpjekje që shqiptarëve t'u merren të drejtat. Sot tentohet që ajo marrëveshje të degradohet, të çmërtohet dhe ato të drejta shqiptarë që i fituan me luftë, me gjakje sakrificë. Paga tjetër e cila përbën shumicën e qeverisë mundohet që t'ju merren të drejtat shqiptarëve duke u nisë nga gjuha për pacimi i drejtave kështu me radhë. Unë kisha pa përvësie dhe për ata mos prekin marrëveshjen e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit është një dokument ndërkombëtarisht i nënshkruar. Marrëveshja e Ohrit është një dokument i cili garanton drejtat e gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Por nuk mungoi kundërpërgjigja e ish komandantit të brigadës 112 Mujdin Aliu, Hasbilika, i cili tha se mundësitë që të arrihet më shumë kanë ekzistuar, por nuk janë shfrytëzuar. Ai tha se gjithaj mund që është të dhënë nuk do të zhbëjë të arriturat. Sot pas 24 viteve është e vërtet se nuk mund të themi se jemi të kënaqur për gjithçka, por ka dhe të vërteta tjera, sepse mundësi për t'i realizu punët e kemi pas. Mundësin për të qua amanetet e dëshmorëve në vend e kemi pas. Dhe ato nuk është se nuk janë bërë. Janë bërë, por nuk janë mirëmbajt ashtu si që duhet. Vullën e dëshmorëve të kombit e ka Universiteti i Tetovës. Vullën e dëshmorëve të kombit e ka Ligji për gjuhën shqipe. Vullën e dëshmorëve të kombit e ka administrata e cila ditë për ditë po shkon duke u shtu me prezencën e shqiptarëve. Vullën e dëshmorëve e kanë gjithë të arritura të cilat u korozuar me marrëveshjen e Ohrit. Dhe marrëveshja e Ohrit përveç vullës dëshmorëve ka garancën edhe në ndërkombëtar. Për dallim nga vitet e kaluara, kësaj radhe, në manifestimin Pranvera e Dinjitetit nuk ishte i pranishëm kreu i BDI-s Ali Ahmeti, ndërsa krahas pjesës artistike nga ana e shoqatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare, u ndan mirënjohje edhe për shumë fshatra të Malësisë së Tetovës.